Kur dimri zbarkoi në frontin lindor në vitin 1941, ushtarët gjerman zbuluan diçka më të frikshme se të ftohtit: burrat që banonin në të. Këto ishin divizione nga Siberia dhe lindja e largët e Bashkimit Sovjetik. Trupa të lindura dhe të forcuara në tokat më të ashpra të Azisë Qendrore dhe Lindore. Burra të mësuar të liftonin në dëbor dhe heshtje, të farkëtuar nga të ftohti, uria dhe vetmia. Për muaj të tërë, Hitleri kishte qenë i sigurt se Moska do të binte para dimrit, por Stalini kishte një avantazh strategjik: divizione të shumta të vendosura në kufirin lindor, gati në rast të një sulmi japonez. Kur zbulimi sovjetik konfirmoi se Tokyo nuk do të hapte një front të dytë, Stalini urdhëroi transferimin e tyre në Moskë, një vendim që do të kishte një ndikim vendimtar në betejën në vazhdim. Tren pas treni, ata ushtar udhëtuan mijëra kilometra, duke mbajtur me vete kuaj, ski dhe pajisje të përshtatshme për luftime dimërore. Në kohën kur arritën në portat e Moskës, ushtria gjermane ishte e raskapitur, e uritur dhe e bllokuar në të ftohtin e acartë. Megjithatë, trupat sovjetike të sapo ardhura dinin si të lëviznin në ato kushte: të heshtura, të sakta, vdekje prurse. Ata lustuan, duke i rrëshqitur mbi ski midis pemëve, duke u shfaqur dhe duke u zhdukur në stuhi dëbore. Ata janë si fantazma dëbore, shkroi një ushtar gjerman në ditarin e tij. Nuk ishte vetëm një armik, ishte vetë dimri. Në dhjetor të 1941, kundërshkulli sovjetik, i mbështetur edhe nga këto divizione, i mposhti linjat gjermane dhe e shtyr Wehrmachtin prapa më shumë se 200 kilometra. Ishte pengesa e parë serioze e Hitlerit në frontin lindor. Miti i pathyeshmërisë gjermane u shkatrua në të ftohtin e acartë, dhe dimri rus, që së bashku me burrat e tij të bardhë, u bë legjendë. Donjëherë historia nuk shkruhet nga strategjia,